Me zotin Gen Strazimiri, deputeti i Partisë Demokratike, i cili ndodhet në zonën e Bubqit, në mes të zonave të përmbytura. Zoti Strazimiri, faleminderit për kohën, edhe pse në kushtet vështira për të komunikuar me ne për të parë edhe nga afër situatën. Si paraqitet situata në zonën ku ju jeni? Në këtë moment ndodhem në ish komunën e Bubqit, njësia administrative Bubqe Bashkisë Krujë, fshatrat Bilaj dhe Mulqin. Përveç se janë një pjesë e mirë e zonës së thellë, pra në grup derdhjes së Ishmit, kanë 40 dhjetor pa drita. Shkak është kjo shtylla që shikoni, nuk e di e shikoni mbas shpinës time, e cila kalon tepër te lumin Ishëm dhe telat e cilës në mënyrë të vazhdueshme janë mes pemëve. Rënja e pemëve këput shtyllën, këput telat e energjisë elektrike dhe zona mbetet pa drita. E kuptome që temperaturat janë shumë të ulta, domethënë 40 dhjetor pa drita është shumë. Jam i detyruar të them këtu në terren, në fakt janë të gjithë punonjësit e OSHE-s, kanë 40 dhjetor që qëndrojnë këtu, po qëndrojnë thjesht imobil dhe me sa duket nuk kanë asnjë mjet për ta zgjidhur situatën. Tani, me sa duket kanë ardhur në ndihmë bizneset e zonës. Mund të identifikoj këtu një makinë të firmës Bami, të cilët po vinë, kanë ardhur dhe me makineritë e tyre private, po ndihmojnë banorët për të montuar telat edhe në anën tjetër të lumit. Dhe bie shikoni këtu mbas shpinës time, lumin Ishëm të fryrë. Kjo është situata. Prezenca e qeverisë është zero, siç u thash, kanë qenë këtu gjatë gjithë kohës në terren, kanë qenë punonjësit e OSHE-s, por të thash pa mjetet e duhura dhe pa mundësi për të rregulluar situatën. Po nga ajo që u keni parë në terren, zoti Strazimiri, cila është arsyeja e kësaj përmbytje? Janë rreshjet e shumta, është mungesa e pastrimit të kanaleve, është hedhja e mbeturinave, siç tha kryeministri, i cili akuzoi qytetarët se hedhin mbeturinat vende pa vende, prandaj ndrodhin përmbytye? Po, është çështja e mbeturinës, po mbeturinat janë në qeveri. Kjo është situata, nuk bëhet fjalë për mbeturina nga ato që thotë kryeministri, mbeturina është vetë kryeministri dhe është në zyrën e qeverisë. Siç u thash, punonjësit kanë qenë në terren, urdhrin e kanë pasur që të jenë këtu fadromat e fikura, të gjithë punonjësit në terren, pa asnjë mundësi për të vepruar thjesht për çështje propagande, të qëndrojnë në pritje. Nëse arrin të shikoni këtu mbrapa shpinës time, kjo bimësi këtu tregon i është dashur kohë, është dashur vite të rritet deri në këtë mënyrë. Është bërë kallami në kanale sa i shishe birre. Ajo nuk bëhet për 2 muaj, nuk bëhet as për 3 muaj, ka disa vite që këtu janë harxuar fonde për pastruar kanalet dhe sigurisht nuk janë pastruar dhe prandaj është kjo situatë. Një nga banorët po më tregonte që këtu gjithmonë lumi këtu ka qenë, gjithmonë shtëpia këtu ka qenë, gjithmonë tokat këtu kanë qenë, sa herë pastrohen kanalet, nuk kanë pasur kurrë probleme. Nga komunikimet që ju keni patur, zoti Strazimiri, sa vite kanë pa u pastruar ato kanale që ne po shohim pas shpinës suaj? Dikush më thot 7 vite, dikush më thot 8 vite, dikush thot 10 vite, domethënë bëhet fjalë për të tilla periudha. Jo thash dhe bimësia vetë tregon faktën, bimësia është rritur shumë. Është qartë që ka kohë pa ndërhyrë në atë kanal. Po. Ndërkohë që në letra, dhe ato thonë që gjithë me letra kanalet janë pastruar. Praktikisht ja ku e keni shrit brima, është bërë pemë brenda kanalit. Ju kemi parë që keni qenë edhe në zonat të tjera gjatë këtyre ditëve, në gjithë qarkun e Durrësit, të Krujës, të Fushkruajës ka patur përmbytje. Po në zonat të tjera që ju keni vizituar, si paraqitet situata dhe a keni parë aty prezencë të shtetit, po themi, të njerëzve që ju kanë shkuar në ndihmë qytetarëve të bllokuar, të administratës apo të emergjencave civile apo të forcave të armatosura? Zero. Prezenca është zero. Dje në Dukaqin në njësinë administrative Thuman, po të Bashkisë së Krujës, dikush më thoshte me humor të zi, është një makinë ushtrie që shkon nga qendra Buzhneshit deri në autostradë dhe kthehet prap, u bë 2 ditë, por nuk është bërë akoma pistë, nuk e ka bërë gomatis. Nuk ka asnjë prezencë punonjësish të bashkisë, as të emergjencave civile. Unë dje kam qenë në zonën, siç e thash, të ish komunës Thuman, njësia administrative Thuman sot e Bashkisë Krujë, në Gramës, në Suk të Vendas, në Dukaqin deri në orët e vona të mbrëmjes. Situata domethënë është statike. Vetëm gjë dhe për fat mirë sa duket ndihmoi Zoti, rreshtet që parashikoheshin të binin mbrëm nuk kanë qenë aq të dendura.
Situata sot sigurisht nuk është e përmirësuar, por është statike krahasimisht me situatën e djeshme, me që arritet lidhe në telefon. Ndërkohë, a janë marrë masa për të parandaluar, po themi, një përkeqësim të situatës, për të parandaluar futjen e ujit në banesa, apo për të ndihmuar banorëve që të mbrojnë shtëpitë dhe pronat e tyre në këtë situatë? Apo thjesht vinë dhe rrinë aty edhe, siç ju thatë, përpunojnë si të OSHE-s që bëjnë foto? Nuk ka, shiko, OSHE-ja merret vetëm me energjinë elektrike, nuk ka lidhje as me evakuimin, as me gjën e gjallë, as me ndihmën e banorëve për të ashtu. Është merret vetëm thjesht me kapë dhe litir, dhe ata kanë në fakt them drejtën, pas kanë 2 ditë 2 net që qëndrojnë këtu në përfadroma, në terren, por në fakt nuk kanë bërë asgjë. Siç ju thash, ja kujtini tash ti filloi të lëviz diçka, po dhe kjo fal ndërhyrjes së bizneseve private që operojnë në zonë. Kështu që nuk mundet të ketë, për sa kohë nuk ka prezencë terren, për sa kohë askush nuk ka të interesohet si e kanë hallin, për sa kohë askush nuk hap telefonin, për sa kohë askush nuk ka vajtur të shohë situatën në terren për të parë cilat janë nevojat, sigurisht që nuk mund të ketë asnjë përgatitje se çdo të ndodhi nesër dhe çfarë masash duhen marrë nesër. Dje në zonën e Suktit Vendës, isha në midis kaj, po ashtu në njësinë administrative Fuman, dikush po kalonte me një makinë, kishte evakuar vetë fëmijët tek shtëpia e të vllajt, më duket atë motës, nuk e di, se nuk arrita të dëgjoj mirë nga larg, po më tha që shtëpia fillon, thot kati i parë i shtëpisë është 1.20 pond, mbi tokën. Ka hyrë ujiti brenda. Domethënë në këto përmasa është përmbytja në zona që, siç u thash, fal natës së mbrëmshme, sot nuk është situatë më dramatike, është thjesht statike. Domethënë kemi ato nivele që kemi pasur mbrëm. Ndërkohë ka patur një urdhër evakuimi nga Ministria e Mbrojtjes edhe nga Drejtoria e Emergjencave Civile për disa zona të Shqipërisë, për Fierin Vlorën, por edhe për disa zona në Durrës. Nga komunikimet që ju keni patur në terren, a ka nisur procesi i evakuimit, apo po ndodh ajo që ju thatë banorët po vetë evakuohen si rasti që ju përmendët? I vetëm informacion që kam është para pak minutash, derisa prisja ndërkohë që prisja të lidhesha me një live, më erdhi një imazh nga Durrësi, një makinë e ushtisë, nga ato që do duhet evakuonte banorët, ka rënë vetë në kanal, është gjysmë e mbytur. E qartë. Ju do të qëndroni aty, besoj, gjatë kësaj kohe për të parë edhe nga afër situatën. Deputet të Partisë Socialiste keni parë në terren, kolegë tuaj parlamentar të Partisë Socialiste gjatë këtyre ditëve, keni parë? Jo, as kam. As drejtues të drejtorive vendore nuk kam parë. Jo më deputet. Askush, asnjëri prej tyre. Ndërkohë, një ngjarje që lidhet me situatën e motit që e kemi ndjekur gjatë këtyre ditëve ishte shembja e rrugës Qukës-Qafpllocë dhe bllokimi tërësisht i kalimit në këtë rrugë. U detyruan autoritetet që të devijojnë mjetet nga rruga e vjetër, po ashtu edhe akset tjera të ndërtuara kohët e fundit janë duke u shëmbur dita ditës, si rruga e Arbrit, tuneli i Kardiqit apo rrugë të tjera. Si e keni parë këtë situatë, zoti Strazimiri? Do të kërkoni si Parti Demokratike, si deputeti i Partisë Demokratike, që dikush të mbajë përgjegjësi për ato 260 milion euro që janë hedhur atje dhe rruga me shiun e parë u shëm vetëm 4 muaj pasi u inaugurua? Shiko, ka një rastësi në këtë pyetje që bëne. Edhe infrastruktura, dhe rrugët, dhe kanalizimet, dhe OSHE-ja, dhe gjithçka që mungon sot në këto ditë dhe që po shëmbet, është në nënvartësinë e të pandehurës së zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Ajo është ministrja dhe e kanaleve, dhe e dritave, dhe e rrugëve dhe gjithçka e tjetër. Të kërkojmë të sqarohet situata është në fazë të kaluar tashmë, sepse Spaku e ka kapur dhe e ka marrë të pandehur, dhe jo për 260 milionë euro. E ka marrë të pandehur për 1.1 miliard euro. Praktikisht çdo firmë që ka dhënë ka qenë një firmë jo për të ndërtuar vendin, jo për të përmirësuar jetesën e qytetarëve, por për të vjedhur buxhetin. Ajo ka bërë buxhet i cil. Kështu që të thuash sot, zoti Strazimiri, a do kërkoni përgjegjësi pa kërkon drejtësia e re, ajo e pavarura, ajo që mezi e priste Edi Rama, që mezi e ndërtoi Belinda Balluku me Taulan Vallën, me Samir Tahirin, me Lefter Kokën, me cilin do që doni ju, kërkon të arrestoj vjedhsen që e ka kapur me prova, e ka marrë të pandehur dhe nuk i japin
në mënyrë krejtësisht palishme duke shpërdoruar detyrën, po pengojnë drejtësinë dhe nuk i japin leje për ta arrestuar. Ndërkohë ajo vazhdon firmos ca tender atje, vetëm janar pas ka firmosur nga 4 tender atje me 10 milion euro shuma, e cila sigurisht do të përfundojë në rrugë të shembura, në kanale që nuk pastrohen, në lume që vërshojnë dhe përmbytin shtëpia dhe toka bujësore, që prishin ekonominë bujësore në zonat e tëra të Shqipërisë pa drita. Nuk besoj se keni parë se keni qenë në terren, po sot zonja Balluku është faqur për herë të parë pas shumë kohësh dhe kishte shkuar te ura e Mifolit dhe u ka premtuar banorëve që do të kenë dëmshpërblime për këto përmbytje dhe se do të mblidhet edhe Komiteti i Emergjencave. Është shumë mirë, pas kemi një lajm, ka fituar një çmim tjetër të paftyrësisë. Dhe me që jemi këtu, ju kemi parë sot, po edhe ditë të tjera së bashku me kolegët tuaj të Partisë Demokratike, që kërkoni të mblidhet Këshilli i Imunitetit dhe mandateve për çështjen e imunitetit të zonjës Balluku. Keni bërë disa kërkesa për zotin Peleshi, sot ishte radhës për të mbledhur Këshilli i Imuniteteve për imunitetin e zonjës Balluku. Cili do të jetë hapi i radhës i opozitës pas këtyre refuzimeve të vazhdueshme të mazhorancës për ta mbledhur këtë këshill sipas kërkesës së SPAK-ut? Hapi i radhës do të jetë denoncimi në SPAK për shpërdorim detyre dhe pengimit të drejtësisë në mënyrë krejtësisht të paligjshme, brutale të Niko Peleshit dhe të anëtarëve të tjerë të Këshillit të Rregullores dhe të mandateve dhe të imuniteteve. Është vepër penale e konsumuar me shkrim dhe me gojë, me audio dhe me video nga vetë kryetari i kuvendit. Ati nuk i lejohet të mos mbledh Këshillin Rregullores, rregulloria e ka taksative, në qoftë se gjysma, pra 5 antarë që jemi ne të Partisë Demokratike, e kërkojnë mbledhjen, Këshilli Rregullores dhe mandateve mbledhet. Ato që Niko Peleshi i thot me shkresa apo me heshtje, mund t'i thoshte fare mirë në mbledhje të Këshillit, pa i nuk mundet të mbyllë të thjesht të kyçi derën dhe të mos na lejojnë të futemi në ambientet ku normalisht do duhet të zhvillohej në mënyrë taksative mbledhja e Këshillit. Kjo është përdorim detyre, është vepër penale, është pengimi i drejtësisë, janë gjitha vepra penale të rënda dhe ne do ta denoncojmë në SPAK. Unë shpresoj shumë që SPAK-u ta ketë seriozisht dhe të fillojë të nxjerrë mandatet e arrestit dhe për ata që po e pengojnë për të dalë atje ku duhet për të vendosur drejtësinë në vend, mbasi ka kapur një hajdute dhe e ka marrë pandesë si Belinda Balluku, që sot pas ka fituar dhe çmimin nis paftyrësie. E qartë, mirë, zoti Strazimir, ju falenderoj për intervistën, megjithëse në kushte të vështira, por bëmi pasyrim të situatës në zonën ku ju ndodheni.